Siç kam deklaruar edhe më herët, momentalisht nuk dëshiroj të deklarohem. Nuk dëshiroj që të deklarohem rreth fajësisë, ashtu siç kam deklaruar edhe më herët. Nuk jam fajtor për veprat të cilat më vijnë barë me këtë akt akuzë. Refuzohet propozimi i avokatës Jovana që në cilësi të dëshmitarëve të dëgjohen nën dëshmitarët e propozuar si në parashtresën e datës 09/07/2025, siç edhe përvreni në rrethonat e krijuara. Kryetari i trupit gjykues që ka qenë deri tani gjyqtari Arben Hoti, me vendim të Këshillit Gjyqësor është avancuar në gjykatën e apelit nga data 1 janar 2026 dhe me qenë se unë dhe gjyqtari Rahman Beqiri kemi qenë vazhdimsi prej që është hapë shërtimi gjyqësor antar trupit gjykues, kemi vlerësuar që të vazhdojmë të jemi ne dy këtu, ku kryetari i trupit gjykues do të jemi unë nga Demoni, me qenë se tani neve se kthehemi risht as ani jeni fajtor lidhur me çështjet që ju ngarkon akt akuza. Kështu se Mirani izjavio Siç kam deklaruar edhe më herët, momentalisht nuk dëshiroj të deklarohem. Nuk dëshiroj që të deklarohem rreth fajësisë, ashtu siç kam deklaruar edhe më herët. Nuk jam fajtor për veprat të cilat më vijnë barë me këtë akt akuzë. Dëshmitarët e propozuar sipas qëndrimit të mbrojtjes duhet të ndëgjohen duke pasur parasysh se Dušan Maksimović nga data 23 shtator 2023 e deri në arrestimin e tij, domethënë në shtator të 2023-s, konstant ka qenë në shoqëri të dëshmitarëve të propozuar. Dëshmitarët kanë domethënë një uri të drejtë për drejtë në lidhje me atë se kur dhe ku ka qenë Dušani në momentin kritik. Lidhur me propozimin për ndëgjimin e dëshmitarëve të ri nga ana e mbrojtjes, pas analizimit të kësaj shkrese, kjo prokurori e kundërshton propozimin nga ana e mbrojtjes për dëgjimin e këtyre dëshmitarëve, për arsye se propozimi i tillë ka mungesë të relevancës dhe individualizimin konkret të provës. Pas konsultimit lidhur me propozimet e avokatës Jovana me rakt vendim, refuzohet propozimi i avokatës Jovana që në cilësi të dëshmitarëve të dëgjohen nën dëshmitarët e propozuar si në parashtresën e datës 09/07/2025, refuzohen propozimet e mbrojtjes për nxjerrjen e ekspertizës së krahasimit të uniformave. Kjo për faktin se trupi gjykues ka vlerësuar se një vlerësim i tillë është i thjeshtë nga vetë përbajtja e fotografive, po që ose uniforma në fotografitë të panderit Dušan është e njëjtë apo jo me të panderëve të tjerë. Dhe krejt kjo pastaj do të vlerësohet në besueshmërinë e provave dhe gjendjes faktike të pretenduar nga prokuroria. Po që se arma ka qenë snajper apo automatike, nuk ka ndonjë relevancë për trupin gjykues në faktin se a ka qenë apo jo i përfshirë i akuzuarit Dušan në grupin e pretenduar terrorist.